e ullë për shembull në tavolinë do të vjen një person që thot hara se 2 metra varr do marrin gjithë. Tani këtij personit do ja vënë dorën të qafa këtu. Do i thosh çum kam. Do ja vënë dorën të qafa këtu. Do e puthim ball edhe do ja fut një shpull syve që t'i bëjnë syt latrik e të thonë një për qafën tash. Ky është një person që ky ban zezën e vet. Ky është një dështak. Tani ky person, ky vjen prioritet ndjesit. Ky vjen prioritet ndjesit. Ky e lën emocionet e vet, me orientu jetën. Tani ky lloj mashkulli prodhon femra dështake. Ky lloj mashkulli prodhon femra dështake. Tani kur ky mashkull merr kohë i japin një gru, kur i japin një gru këtij mashkullit, që mendon kështu. Si mas tenimit ti mashkullit për shembull, thotë që do vdesim, do marrim 2 metra varr do marrim, që do vdesim mas ti mashkullit për shembull. Mos e zgjidh një film bukur për me pa, se ai filmi do marroje. Mos e blini i pal këpucë të mirë, se këpucë do konsumohen. Mos e bleni këmishë të mirë, se këmishë do griset. Si mas ti mashkullit, ky ban zezën e vet, e kupton? Edhe kur martohet ky pa dashje, si pa dashje ja rren menjen. Edhe këtë lloj meshkujsh kanë feministë për gru. Se vetëm këto pedera meshkuj, këto lloj motra, këto janë motra meshkuj, vetëm këto lloj meshkujsh mund të rrinë në hije edhe del gruaja në shtëpi dhe ban si feministë. E vetmja mënyrë për me pas burr këto femra, është për me pas një lloj mashkull dështak si puna këtij. Këti direkt shpull syve. Në kam, ik po qafen. E këpëtën? Tash si mas këti, mas me zjedha se sen se kritis shka do maroje. Në faktikisht këtë bota se sen se shijojnë. Kena arë dur bësh do ikin, kjo është vërdet. Po nëse është puna që du marrë 2 metra vot, pse se fut pistolet ballit vete se këpët qafin direkt? Pse rrejnë i fut negativitet njerëzve rreth e përqarë? Këtë lloj meshkuj, nëse dini me di se kush është armiku kryesor i shoqënisë, një këto meshkuj. Këto janë dështak që krijojnë feministët. Këto janë dështak që ekzistojnë, që krijojnë feministët. Këto janë majmunat.